Beni, si e shef vazhdimsinë e mandatit të katërt? Përpara kësaj desha të bëj një pyetje tjetër. Jam dakord me mënyrën si e shtrut problemin, por një gjë unë shikoj që duke përfshi dhe zonjën Balluku, të paktën sjellja e tyre dhe retorika e tyre me Spakun dhe GKK-n është shumë më etike dhe shumë më marrëdhënie normale zyrtare, duke i thënë që ju boni punën tuaj edhe unë do të paraqitem. Në anën tjetër, kemi këta të opozitës me në kry, se s'du t'ja përmend as emrin më, se bile s'kam boj deklarat që nuk do të merre më me atë njeri, po të del përpara Lugati, që e godet Spakun në mënyrën më rrugaqërore, më kriminale, çfarë dush thuj. Si ka mundësi që Spaku mban një double standard në këtë rast? Dhe e kam fjalën dhe për vrasjet e 21 janarit. Nuk ka krim më të rëndë se 21 janari. Unë besoj që 21 janari ka një shtrezësim ose një lloj stratigrafie shumë problematike. E para fshirja e provave. Është një gjë fatale. Që këtu dekonspirohet krimi. Po. Kush kishte interes të fshinte provat? Po ka diçka këtu tani. Sa më shumë kalon koha. Përveç se kalon koha, po që ti bën veprime që fshejnë provat, aq më shumë fut qerthuj në të cilat drejtësia nuk penetron dot, sepse të kalosh këto hapa që duken si hapa ansor, të duhet jo thjesht energji, po të duhet dituri dhe të duhet të kalosh në territor që ti nuk e njeh. Dhe kjo vjen e para. Individi shqiptar, kur vjen puna ke detyra lë shumë për dëshiruar. Po ta dini, zoti Demalje, në gjyqet tona, problemi më i madh janë ekspertët tashmë që duhet të zgjidhin problemet. Plienoj një nga njëra palo nga jam plotësisht dakord. Biles unë them që edhe ke Spaku ka njerëz që janë të kapura, të shitura, si unë nuk e di, por që dukshëm veprojmë në favor të atij që se përmend dot emrin dhe në këtë rast.